Në mbyllje të vitit shkollor, Zyra Vendore e Arsimit në Shkodër organizoi panairin Art, Zeje dhe Sport, një aktivitet festiv që solli në qendër të vëmendjes krijimtarinë dhe angazhimin e nxënësve gjatë vitit shkollor 2024-2025. Në panair morën pjesë shkollat e përfshira në programin e edukimit përmes artit, zanateve dhe sportit. Nxënësit prezantuan punime në pikturë, qendistari, objekte artizanale dhe projekte të ndryshme krijuese. Është në kopsht. Në çfarë pëlqen më shumë? Më pëlqejnë vizatimet, pikturat dhe Sot çfarë ke prezantuar nga punimet tuaja? këtë pikture. Dhe tani po e përfundoj, dhe nuk e kemi përfunduar ala. Më shumë që kam qef natyrën. Unë jam në klasën e 4 dhe në shkollën Zef Jubani. Çfarë ke veshur sot? Na prezanto pak me këtë veshjen tënde. Unë kam veshur një veshje popullore nga gjyqja ime. Kjo është zhupi, ky është jeleku, ky është brezi, kjo është këmisha, kjo boqja kuqe, boqja aziz dhe klinat. Të pëlqen si veshje? Po, më pëlqen. Kjo është një veshje zonës Dugazhinit. Filloj me qeleshen, është jeleku, është këmisha bord, është brezi, edhe janë tuta që shuën tirqe. Pëlqen si veshje? Po, më pëlqen. Është një jelek për fëmijët e vegjël, është për punuar shumë i bukur. Pëlqen të merresh me prodhim veshjesh apo diçka artizanale? Po, më pëlqen shumë. Për shembull, me më marrë me makinë qep se është shumë e bukur për mua. Çfarë moshe ke? 12 vjeç. 12 vjeç. Dhe kush ka mësuar për tëra instrumenti çiftelisë? Unë kam mësuar gjyshi mirë, qyshja ka 4 vjeç. Dhe pëlqen si instrument? Po shumë, përgatitet të shtëpia shumë mirë. Sa orë ditë punon me këtë instrument? Me nga 2 orë gjysh. Çfarë bën veçantë çiftelisë? Melodia është e bukur, vjen të relakson mendjen. Përveç ekspozitës artistike dhe artizanale, pjesë e panairit ishin edhe prezantimet sportive, duke theksuar rëndësinë e aktivitetit fizik dhe bashkëpunimit mes nxënësve. Organizatorët thonë se qëllimi i këtij panairi është inkurajimi i talenteve të reja, promovimi i aftësive praktike dhe forcimi i lidhjeve midis shkollës dhe komunitetit. Është viti i tretë që programi Art, Zeje dhe Sport po zbatohet në shkollat tona dhe sigurisht nga viti në vit pasurohet edhe me shkolla që i shtohen programit, por nga ana tjetër mbështetet vazhdimisht qoftë nga Ministria, qoftë nga Drejtoria Rajonale me financime sipas komponenteve të programit që secila nga shkollat ka përzgjedhur. Kemi mbi 70% të shkollave që janë shkolla qendër komunitare, që është një nisëm goxha e mirë dhe që vazhdon e pasurohet nga viti në vit, po ama dhe numri i shtuar i shkollave që kanë programin Art, Zeje dhe Sport është një vlerë tjetër e shtuar. Aktiviteti shënoi një mbyllje të suksesshme të vitit shkollor duke reflektuar punën dhe përkushtimin e kreativitetin e nxënësve dhe mësuesve përgjatë vitit shkollor.